Sot do të flasim për 3 gra që kanë bërë emër në drejtësinë shqiptare, sepse kanë vendosur të çojnë nderin e familjes në vend, pa pritur që këtë gjë ta bëjë gjykata. E para në listë është Zylfia Haklaj nga Tropoja, të cilën e tharrasin ndryshe edhe shota. 4 vëllezërit e Zylfies humbën jetën dhe në Tropojë qarkullojnë fjalët se mbi trupin e pa jetë të vëllait të saj të vogël, Yllit, ajo është betuar se do ta çojë drejtësinë në vend. Zylfia ishte mësuese fizike në Tropojë dhe teksa po i shpjegonte nxënësve mësimin, dikush e njoftoi se te lokali në Tropojë kishin shkuar persona që i kishin marrë jetën vëllezërve të saj. Zylfia e mbajti premtimin që kishte bërë vëllezërve, la orën e mësimit, shkoi në shtëpi dhe veshti një pallto të gjatë, ku fshe mjeti që ajo kishte ruajtur për këtë ditë. Ngjarja që ndodhi në atë lokal ka tronditur gjithë Tropojën, por ajo u ndiej qetë me veten e saj, sepse çoi në vend premtimin që kishte bërë mbi trupin e vëllait të vogël. Më pas, Zylfia preu flokët shkurt dhe u maskua si burr për shumë vite duke jetuar në Suedi. Në një intervistë televizive ajo tha: "Unë i kisha çuar fjalë atyre personave që të mos shkelin në Tropojë, por ato erdhën, hanin, pinin, qeshnin në Tropojë për të treguar se ti nuk i ke më 4 vëllezërit dhe nuk ke se çfarë të na bësh." Ato kishin hapur fjalë gjithkund. E çfarë mund të na bëjë në një femër? Gjithsesi, dua t'ju them se një pjesë e shpirtit më ka gjetur paqe, sepse premtimin që i dhash mbi trupin e vëllait tim e mbajta, është shprehur Zylfia. Rasti i dytë që do të flasim sot është një nën nga Kosova. Ushtarët serb shkuan në familjen e saj dhe gjetën në shtëpi vetëm atë dhe 3 vajzat e saj, e me to kryen akte të turpshme. 42 vjeçarja nga Kosova, me iniciale DE, arriti të identifikonte një ushtar nga tatuazhi në qafë, pasi më herët ai kishte qenë edhe komshiu i tyre. 10 vite më pas, ajo i ka gjetur shtëpinë ku jetonte ushtari dhe e ka eliminuar në oborrin e shtëpisë së tij. Një tjetër rast vjen nga Librazhdi, ku një nën vendosi drejtësi për vajzën e saj 11 vjeçare, pasi e bia i tha se çfarë i kishte bërë komshiu 60 vjeçar. Pasi pa shenja në trupin e të bijës, ajo nuk trokiti në dyert e gjykatës, por bëri vetë gjyqësi. 35 vjeçarja nga Librazhdi aktualisht vuan dënimin me 20 vite heqje lirie. Këto janë vetëm 3 nga gratë shqiptare që vuan nderin e familjes në vend. Po ju, çfarë mendimi keni për mënyrën se si vepruan këto gra? Është më mirë gjyqësia nga shteti apo vetë gjyqësia në disa raste? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.